Mirë fillojmë seancën, mirë dita të gjithëve. Sot do të zhvillojmë seancën e datës 27 të këtij muaji. Pikave të rendit të ditës i bashkohen dy pika të tjera shtesë, të cilat ju kanë ardhur në email, besoj keni parë të gjithë. Një ka të bëjë me një temë sociale si rast emergjent për sistemimin e Evangelo Qose pranë qendrës Lira. Gjithashtu dhe një projekt vendim të cilën mund ta humbisni migrantin e bazuar në performancë për financimin e projektit mobilimi i parkut te biblioteka e qytetit. Vazhdojmë me miratimin e rendit të mbledhjes së kaluar. 22 vota pro. Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Miratohet. Hedhim në votim rendin e ditës bashkë me pikat shtesë. Pro. 22 vota pro. Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Miratohet. Faleminderit. Kalojmë në pikën numër 1. Relacion dhe prevendim mbi përdorimin e fondit të shërbimit social, mbështetje financiare në raste të veçanta zonja Elona Burgjia për të miturin O Burgjia. Nga komisioni, besoj është diskutuar në komisioni ekonomik. Po, faleminderit kryetare. Besoj se sipas rendit ditës shumica e çështjeve të para të paktën këto çështje të para kanë të bëjnë me trajtimet për mbështetje financiare. Edhe në lidhje me relacionin e paraqitur nga administrata, kryesisht nga Drejtoria e Shërbimit Social, Komisioni Ekonomisë në përfundim të diskutimit që bëri, i propozon Këshillit Bashkiak të vendosi miratimin e dhënies ndihmës financiare të menjëhershme për përballimin e shpenzimeve në raste të veçanta për shtetasen e Elone Burgjia në shumën 40.000 lekë. Kështu që unanimisht komisioni vendosi të propozoj për miratim të kësaj. Faleminderit zoti Suku. E kalojmë miratim pikën 1. Pro. 23 vota pro. Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Miratohet. Kalojmë në pikën 2, relacion dhe provendim mbi përdorimin e fondit të shërbimit social, mbështetje financiare në rast të fatkeqësie për të ndjerën zonja Fabiola Shënepremte. Nga Komisioni Përsëri Ekonomik, zoti Suku. Besoj se tërë këshilltarët i kanë njohur të dy personazhet, të dy familjarët. E ndjera ka humbur jetën, pra ka vdekur. Interesi nga ana e komisionit ishte në lidhje me të vllain e saj, besoj se është në kujdes edhe të Drejtorisë së Shërbimit Social. Këto janë shpenzime varimi për cilat në faturën e dërguar nga subjekti që ka kryer shërbimin, komisioni është dakord për miratimin e vlerës për 6.000 lekë. Faleminderit. Kalojmë miratim. Për pikën 2, pro. 22 vota pro. Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Miratohet. Kalojmë në pikën 3, relacion dhe Po. 21 jo 22. 22 se janë 23 antar këshilli, kesi ka konflikt interesi, kështu që janë 22. Kujtova se ndoshta e bëre. Ta sqarojmë për të tjerët, po. Pra, duke qenë që ka kryer shërbimi dhe është në konflikt interesi dhe për të mos e quajtur votën e biznesit, qenë se është këshilltar dhe në rregull. Okej, faleminderit. Kalojmë në pikën 3. Relacion dhe prevendim mbi përdorimin e fondit të shërbimit social, mbështetje financiare në raste të veçanta për zotin Hekuran Troka. Gjithashtu nga Komisioni Ekonomik. Edhe ky rast, ashtu si rasti i parë, pra i çështjes parë të rendit ditës, komisioni unanimisht shpreh dakordsinë për dhënien e ndihmës financiare në shumën 60.000 lekë për mbështetje financiare të Hekuran Trokës. Me të njëjtat probleme, zakonisht këtu vjen me probleme të mëdha sociale, po. Kështu që të kaloj për votim për shumën 6.000 lekë. Pro. 23 vota pro. Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Miratohet dhe pika 3, kalojmë në pikën 4, relacion dhe provendim mbi përdorimin e fondit të shërbimit social, mbështetje financiare në raste të veçanta për zotin Sajmir Meça për të miturin së Meça. E njëjta situatë, për të mos u përsëritur.
kalojmë votim në shumën e propozuar nga Drejtoria e Shërbimit Social. Nëse s'ka pyetje, Pra për kalojmë. 80.000 lekë. Po, pro, 23 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim, abstenim s'ka. miratohet dhe pika 4. Kalojmë në pikën 5. Mbi përdorimin e fondit të shërbimit social në mbështetje financiare në rast të fatkeqësie për të ndjerin zotin Llazar Devole. Në muajin dhjetor ne kemi kaluar me vendimarrje për sistemimin në qendrën lira të ndjerit Llazar Devole. Si duket, kaq ishte shkruar dhe besoj se tani kërkojmë mbështetjen financiare për të ndjerin Llazar për shpenzimet e varimit. Në shumën 70.000 lekë. Komisioni është dakord për kalimin e saj në vendimarrje. Kalojmë direkt në votim Në atëherë. votim. Pro, 22 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim, abstenim s'ka. miratohet, faleminderit. Kalojmë në pikën 6. Relacion dhe prevendim, mbi miratimin e kërkesës së Bashkisë Berat, së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e zotit Alfred Gjozi, banesa e cilit u dëmtuar nga zjarri. Nga buxheti i Bashkisë dhe buxheti i vitit 2026 në Ministrinë e Mbrojtjes, programi i emergjenca civile. Nga komisionet ka ndonjë pyetje, ndonjë sqarim? Nga Komisioni i Ekonomisë? Është i me drejt kryetare ju thatë nga komisionet, sepse jo, nuk e kishe aty fakti që s'ka të bëj vetëm me probleme ekonomike, po ka të bëj edhe me probleme të tjera urbanistike, pra teknike. Normalisht duhet kishin dëgjuar edhe mendimin e komisionit tjetër, megjithatë çështja e dokumentacioni është sa kohë që administrata e ka parë dhe edhe ne në kuadër edhe të njohjes dokumentacionit tyre edhe procedurave që ndjek, Komisioni Ekonomik shpreh dakordsinë që i tërë materiali i paraqitur dhe i propozuar me projekt vendim të kaloj për miratim. Respektivisht, në pikën 5 miratoi kërkesën e Bashkisë për mbështetje financiare të shtetësit Alfred Gjozi për ndërtimin e banesës rënë zjarrin në 2012, të miratoi dokumentacioni teknik, sa kohë pse e thash, sa kohë dokumentacioni ka kaluar nga bashkia në qark dhe nga qarku është rikthyer, ka ndjekur procedurën ligjore dhe është miratuar nga drejtuesit respektiv të institucioneve, kështu që konsiderohet të paktën edhe si do njohje të miratimit të këtij dokumentacioni. 3. Të akordoj si ndihmë emergjencë financiare nga fondet e kurzuara të akorduara për mbrojtjen civile shumën 291.000, pra rreth 50% të vlerës të vlerësuar nga komisioni, dhe ndihma financiare t'i kaloj shtetasit Alfred Gjozi në bazë vendimit 329. Kështu që propozojmë kaloj për miratim bazuar në tërë materialet e paraqitura nga administrata. Atëherë kalojmë në votim. Pro, 23 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim, abstenim s'ka. miratohet pika 6. Kalojmë në pikën 7. Relacion dhe prevendim mbi miratimin e bonusit të qeras për familjen zotit Edmond Mita. Gjithashtu zoti Suku, sot i keni gjitha pikat Komisioni Ekonomisë. Ky është një rast çik i veçantë, sepse ne muajin e kaluar kemi miratuar kemi miratuar nivelin e qeras në 3 nivele, pra për 2 rajone, njëshin, dyshin, më fal, njëshin dhe treshin, dyshin në vete, bazuar edhe për të 3 struktura, 2+1, 1+1 dhe garsonjere. Nga pikpamja e vlerësimit është ndjekur zbatimi i vendimit të muajit të kaluar në lidhje me nivelin e qeras. Ajo që është e veçanta është sepse duke qenë që ne shpesh jemi në dijeni të dhënies së objekteve me qera apo dhe të bonuseve, të banesave që jep bashkia për familjet në nevojë, rezultojnë pengesa e likuiditeteve, kryesisht në nivelin e qeras të energjisë elektrike të ujit, pa thënë pasaj për pagesat e tjera që kanë të bëjnë me midis qera marsit, qera dhënësit dhe qytetarit, për nivelin e pagesave të tarifave dhe taksave vendore. Duke qenë që rasti është një çik specifik për një familje për cilën kthehet nga emigrimi dhe patjetër
ka pasur dhe problemet e veta dhe pamundësinë financiare për të paguar edhe qiran mujore, ka hyrë në lojë bashkia duke marrë përsipër edhe një barë për cilën ndoshta inshallah të shkojnë barë, se po eci keq pasaj, dihet do shkohet në përgjyqje midis bashkisë dhe pra si qiramarrës bashkia dhe qiradhënësit apo dhe individit nesër, se do të jetë personi tretë që do jetë ai që ta marrë nga bashkia. Megjithatë, këto janë çështje administrative të cilën duan kujdes dhe besoj se edhe ne si këshilltar duhet e trajtojmë këto edhe për të rritur kujdesin në administrata. Po në përfundim komisioni shprehu dakordsinë që ta kaloj në relacionin në projekt vendim me këtë detyrim që miratohet bonusi i qeras për familjen e Edmond Mitës për periudhën 11/2/2026 dhe 11/2/2027 në shumën 233.933 lekë. Banesa ndodhet në rajonin numër 2, qeraja në bazë të vendimit të Këshillit Bashkiak është 220, kështu që besoj se Këshilli do të jetë dakord me miratimin edhe propozimin e Këshillit Bashkiak. Po. Tepër kam super procedurale sa pjesën e takon as takon. Kur kemi shqyrtuar muajin e parë bonusin e qiras, thamë që këto janë kërkesat dhe ky është fundi që limit që këtu është momenti që shqyrton bashkia dhe nuk do kesh shqyrtime me kuptimin e pjesës. Qofse ka kështu se do mund të dalë që muajin tjetër, mund të dalë një rast tjetër, në tjetër prapë do shqyrtojmë të tilla apo do mbyllet ky procedurë me janari? Ne kemi miratuar nivelin e qiras. Pra në përcaktimi i nivelit qiras nuk presupozon që qytetarët në Bashkinë e Beratit do kenë raste të tilla, do kenë plot. Çështja është, kur ka raste të veçanta të tilla që bile mundet drejtori respektiv, mundet apo edhe drejtori i shërbimeve sociale, sepse është pjesë e përzierë kjo midis drejtorisë së mbrojtjes civile dhe drejtorisë së shërbimeve sociale. Këta pjesëtar janë strehuar, po të lexojmë materialin me vëmendje, janë strehuar dhe në objekte të kultit. Pra, veç rëndjes së tyre në rrugëve të Beratit, edhe trajtuar. Dhe besoj se në raste të tilla ajo që unë fola, ndoshta kjo e ngacmoi edhe Çiknanin, është marrëdhëniet që do kenë midis nga bashkia e individi. Zakonisht këto bëhen problematike, megjithatë kjo nuk do të thotë se administrata për këtë punë është. Pra që të jetë korekte në zbatimin e kontratës që kanë. Ne ju urojmë të mos ndodhi, po. Thjesht është një kujtesë kjo, nuk ishte. Pra nuk ka të bëjë ky rast, pra miratimi i soqëm me miratimin e nivelit qiras. Unë e përmenda, në nivelin e qiras është zbatuar vendimi i Këshillit Bashkiak për zonën në cilën ndodhet objekti, pra në rajonin numër 2, dhe niveli i qiras për 2+1, në strukturë 2+1, se familja përbëhet nga 3 persona, është në 220. Pa, për të ardhur objekt për dhënie qira do kemi plot, ne do vazhdojmë prapë në pamundësinë e tyre. Po dhe t'ju japi dhe një shpjegim të detajuar të rastit drejtori i shërbimit social. Kryetar, të nderuar këshilltar, lidhur me familjen në fjalë, është një familje që ka vërtet shumë problematika sociale dhe ekonomike. Familja ishte duke u endur në qytetin e Beratit dhe për këtë duhet të falenderoj si komunitetin musliman dhe të krishterë ortodoks, pasi të dy janë bërë bashkë për të ndihmuar këtë familje në një periudhë të caktuar. Familja në fjalë është gjendur e pastre, ka jetuar për shumë kohë jashtë dhe do e mos ne si drejtori bashkë me Faleminderit zoti Xheblati. Nëse nuk ka pyetje, vazhdojmë me votimin. Pro, 24 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim. abstenim s'ka.
Atëherë miratohet pika 7. Para se të kaloj në pikën 8, neve sot do kemi praninë e një deklaracioni suedez, të cilët janë jashtë dhe më duket po presin për tyre brenda, Bora, ma konfirmon pak. Janë duke ardhur. Okej, kështu që do kemi praninë e tyre, thjesht është vështrim nga ata. Atëherë, i uroj mirëseardhjen dhe kalojmë në pikën 8, relacion dhe prevendim për miratimin e bursave shtesë për nxënësit e arsimit para universitar në institucionet arsimore publike për vitin arsimor 2025-2026. Ne vazhdojmë normalisht nga Komisioni Arsimor. Përshëndetje. Pasi u mblodh Komisioni i Arsimit dhe u njoh me propozimet e bëra, është dakord për sa i përket miratimit të bursës për 3 nxënës shtesë të shkollës mesme profesionale Stiliano Vandilli, 2 nxënës të trajtohen me bursë të plot dhe 1 nxënës trajtohet me bursë 50%. Okej. Jemi dakord? Hedhim në votim? Pro? 24 vota pro, Kundër? kundër s'ka, Abstenim? abstenim s'ka. Të miratohet pika 8, kalojmë në pikën 9, relacion dhe projvendim. Për ndryshimin e pagave për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 108 datë 18/12/2024 për miratimin e nivelit të pagave të punojësve të Bashkisë Berat dhe të njësive shpenzuese në varësi të saj për vitin 2026. Komisioni i Ekonomisë, po ju drejtohem juve. Po, faleminderit kryetare. Më lejoni që besoj se edhe si këshilltar të përshëndesim zotërinë dhe zonja që erdhën, duke i uruar mirëseardhjen në tyre në zhvillim për dëgjuar seancat të mbledhjes së Këshillit Bashkiak Berat. Në lidhje me relacionin për miratimin e nivelit pagave të punojësve të Bashkisë Berat dhe të njësive shpenzuese në varësi të saj për vitin 2026. I tërë vlerësimi është bërë bazuar në 2 vendime. Në vendimin e Këshillit Ministrave numër 103, datë 11/2/2026, i cili ka të bëjë me disa ndryshime në vendimin numër 328, pa përmendur tani se çfarë emërtese ka, dhe të vendimit numër 87, datë 6/2/2026, i cili ka të bëjë po dhe me disa ndryshime në vendimin e Këshillit Ministrave 326, datë 31/5/2023. Ku ka të bëjë patjetër me ndryshimin e nivelit pagave të punojësve të institucioneve të qeverisë vendore, duke caktuar kufit e pagave mujore të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar të nënpunësve civile të punojësve administrativ në këto institucione, bazuar në indeksimin prej 2.5% si rezultati politikës së rritjes pagave. Në referim të materialit të paraqitur, Komisioni në bashkëbisedim edhe me drejtorit përkatëse, po edhe me grupin që ka hartuar projekt vendimi, pra me 4 drejtuesit në autorizim dhe të kryetarit bashkisë, është dakord me të gjitha vlerësimet e paraqitura në lidhje me tabelat e referuarat sipas projekt vendimit, me lidhje numër 1 që ka të bëjë me pagat e nënpunësve funksionarëve dhe nënpunësve civilë të punët Bashkisë Berat, në lidhje me lidhjen 2 që ka të bëjë me nivelin e pagës punojësve të institucioneve të varësisë të Bashkisë Berat. Besoj se nga debatet dhe nga sqarimet e bëra rezultoi që i gjithë materiali është konform bazës ligjore të prezantuar në relacion dhe në përfundim Komisioni propozon miratimin e projekt vendimit për votim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Suku, nëse ka pyetje nga komisionet e tjera, po. Këto janë vendime që fundit janë të indeksuara në bazë vendimeve të Këshillit Ministrave dhe të parë. Unë duhet dyja që buxheti i bashkisë ose notarët e bashkisë sa përqind të këtyre funksionohet ose ulet kjo pjesë nga pjesa tjetër e investimeve, duke kaluar në indeksimin e pagave si vendimit të Këshillit Ministrave, që nga paga minimale që do marrë punojësit të gjithë tek pjesa, apo të qëndrojnë atë nivele që ishte me përqindje që kanë qenë. Edhe një fal, do të detajuar. Vendimi që do rriten pagat ose që do klasifikohen pagat sipas vendimeve të Këshillit Ministrave.
Një pjesë e këtyre mbulohen nga të ardhurat e bashkisë pjesë. Në këtë pjesë në rritjes që do mbulohet, sa përqind cënohet se buxheti i bashkisë në këtë pjesë apo në raport me buxhetin total? Në qoftë se kemi 60 me 40 por më përqind të trash, nëse do vetë 59 me 40 atë, sepse do rritet detyrimisht që të ardhurat e bashkisë një pjesë e tyre do kalojë për indeksimin e këtyre pjesëve. Ktu ta kanë këtë. Ja mund ta japi drejtoresha e financës të detajuar. Faleminderit për sqarimin. Paga punonjësve të pjesë vetëm paga minimale apo do të shtesë të indeksin 2.5%. Përveç administratës. E ka kaluar 2.5%. Faleminderit nga Drejtoria e Financave për sqarimin. Atëherë nëse s'ka pyetje të tjera, mund ta kalojmë në votim. Pro, 24 vota pro, kundër, kundër s'ka, abstenim s'ka. Atëherë miratohet pika 9, kalojmë në pikën 10. Relacion dhe provendim për miratimin e fondeve të trashëguara nga viti 2025 në vitin 2026 për Bashkimin Berat. Po, kryetar. Po më fal. Faleminderit, kryetare. Po ju bëj një përmbledhje të shkurtër. Ne kemi ardhur para jush për detajimin e fondeve të trashëguara nga viti 2025 në vitin 2026 dhe shuma totale është 186 milion e 339 lek. Nga totali prej 1.6 miliard lek është ardhur të disponuara gjatë vitit 2025 janë përdorur 1.4 miliard. Ndërkohë që fondi mbetur prej 186 milion trashëgohet në 2026 në përputhjet plot me legjislacionin për financat e vetëqeverisjes. Ne unë po ju bëj si fillim orientimi i fondeve nga totali 71% ne jemi fokusuar të orientojmë drejt investimeve kapitale. Ndërkohë 29% i kemi kaluar për shpenzime korrente dhe mbështetje sociale. Të ju bëj një përmbledhje paksa të detajuar të propozimeve tona. Investimet kryesore i kemi fokusuar në infrastrukturë dhe shërbime publike, ku ne kemi parashikuar ndërhyrje në tregun industrial, pasi e shohim vërtet si prioritet rikonstruksionin atij tregu, duke qenë se është një treg që punson me 10 familje dhe ka goxha efekt social. Pra kemi parashikuar ndërhyrje në tregun industrial, rehabilitimin total, të detajuar e keni dhe në materialet tuaja. Ndërkohë kemi parashikuar rikonstruksionin e rrugës Gaçi-Gjika, që është rruga tek poliklinika, e cila është në gjendje të amortizuar dhe ka nevojë për ndërhyrje urgjente. Është parashikuar ndërhyrje në infrastrukturë, në kaldreme, në ndriçim, dhe vlera shkon diku te 9 milion të reja, në mos gaboj, pa kemi të detajuar dhe material. Kemi parashikuar investime të reja rrugore, supervizime, shpronësime, si dhe një pjesë kalon në detyrën e projektimit të qendrës multifunksionale dhe parkimit në Toksor pranë bashkisë. Ndërkohë për pjesën e arsimit janë investimet e nisura, është vijimi i ndërtimit të shkollës 22 tetori, rikonstruksioni shkollës mesme Koçobrisku në Lapardha, ndërtimi i këndit sportiv dhe përmirësime në kopshte në pajisje. Kemi të parashikuar bujqësi dhe mjedis, betonim kanalesh në Lapardha dhe Starov, pyllëzimin e malit Partizan dhe përforcimin e pritave malore. Ndërkohë, për mbrojtjen civile,
Kemi parashikuar financim për reagim ndaj fatkeqësive natyrore dhe forcim të kapaciteteve të strukturave të emergjencës. Në kulturë dhe rini kemi rekonstruksionin e qendrës rinore në Lapardha, financimin e aktivitetit Green Marathon, si dhe projektet e nisura me partnerët ndërkombëtar Hevon dhe Rajzar. Pra, fakti që ne kemi trashëguar këto fonde nuk do të thotë mos realizim, por në pjesën më të madhe këto janë kontrata të lidhura gjatë vitit, në fund vitit 2025, por dhe argëtime të realizuara gjatë muajit dhjetor. Ne respektojmë klasifikimin ekonomik dhe funksional dhe jemi para jush këtu për të kërkuar miratimin. Faleminderit. Faleminderit për sqarimin, zoti kryetar. Në qoftë se po, zoti Suku, fjala për ju. Po, faleminderit kryetar. Lidhje me këtë çështje, besoj se tashti nuk është çështje tradite, po është detyrim ligjor që administrata e bashkisë në fund vitit, bazuar në rakordimin që bën me institucionin e Thesarit, ku merr të dokumentuar me akt me proces verbal të gjithë detyrimet ose fondet pa përdorura, të cilat do të trashëgohen për vitin pasardhës. Dhe respektivisht, për të mos përmendur shifrat, sepse shifrat janë shumë të qarta në relacion, fondi për të cilat Bashkia e Beratit ka rakorduar me Thesarin është 186.036.339.2. Kuptohet që burimet e të ardhurave janë nga fondet të ardhurat të vetë bashkisë, nga transfertat e pakushtocuara dhe sektoriale, grandi bazuar në performancë dhe sponsorizimet. Ajo që për të cilën kjo pikë e rendit ditës lidhet edhe me çështjen tjetër, ka të bëjë me grandin e performancës dhe nga fondet e trashëguara, grandi performancës i Bashkisë Beratit në bashkëfinancim edhe me donatorët, pra me Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Agjencinë Suederes për Zhvillim e Bashkëpunim, SIDA, është pjesa e tjetër e materialit, po unë po e lidh për faktin sepse kemi një grant cilin ne do ta kalojmë në një vendimarrje në pikën tjetër. Është trajtuar edhe kur kemi miratuar buxhetin. Pra pjesa e grantit që do të financojë Bashkia e Beratit në bashkëfinancimin e përbashkët. I gjithë dokumentacioni bashka lidhur që nga akti i rakordimit edhe gjithë llogaritja e pasqyrave shpërndarëse në lidhje me shpenzimet, besoj se edhe kryetari e trajtoi, kaluar hollësisht në komision dhe komisioni shprehet dakordsinë unanimisht, paktën ata antarët të komisionit që ishin, për kalimin e këtij materiali për këtë projekt vendim në vendimarrje. Kështu që shpreh edhe miratimin e komisionit për vazhduar më tej si procedurë miratimi. Faleminderit zoti Suku. Ka pyetje? Zoti Mimani. Unë falenderoj zoti kryetar për gjithë transparencën e këtij materiali, po do të shtohet diçka, a do kishit gjëra më emergjente për të bërë nga ky fond që kishit trashëguar sipas ankesave dhe sipas gjëra që mund të ka ardhur nga grupe të caktuara njerëzish, dhe ndoshta edhe interesa më të mëdha ose sa këto që keni, apo nuk janë pamundësia për të përballuar me ky lloj fondi për të kaluar te pjesa tjetër se unë do të diskutoj atë të ndryshmet, po meqenëse dolet te ky problem. Patjetër që ne jemi duke trajtuar një sër emergjencash, por përveç këtij parashikimi që kemi bërë këtu, ne kemi dhe Agjencinë e Shërbimeve Publike, kemi në plan, jemi duke aplikuar fillojnë thirrjet tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe për asfaltime, për rikonstruksione, për rrugë të bardha, pra nuk është vetëm kjo pjesë. Një sër emergjencash janë duke u trajtuar dhe do trajtojnë dhe me Agjencinë e Shërbimeve Publike. Do flasë ndryshe për materialin këtu e jam qartë, janë ndarë sipas asaj që kishit gjykuar dhe ka gjykuar pjesa e bashkisë, s'kam se gjykoj këtë pjesë. Mjafton që këto fonde të shkojnë atje. Se harrova dhe ta përmend, për pjesën e emergjencave kemi pasur dhe një emergjencë tek ura e Bilçës, një dëmtim në argjinatur. Sot morëm përgjigjen, pra aplikuam, bëm projektin dhe aplikuam tek AKMC-ja dhe
sot kemi marrë përgjigjen që u aprovu ai projekt, kështu që shumë shpejt në kuadër ne gjithmonë do të jemi aktiv në të gjitha thirrjet e hapura, jo vetëm për emergjencat, por ajo që ja vleti dhe ajo mbledhja që u bë me emergjent për atë punë, si pakës ne si këshill, pas kemi dhënë të ndihmën tonë të dur që mblodhëm në kryp për të miratuar. Është kënaqësi, çdo gjë fond që vjen, çdo lek që vjen në Bashkinë e Beeratit është mirë komunitetit. Flas për këtë pjesë, flas për dëmtimet që bëri lumi në pjesën e Starovës ose pjesën e jashtë. Marr ndaj mas për këtë argjenaturë aty të marrë. Për argjenaturën në Starov është përfunduar ndërhyrja nga drejtoria e Korçës e baseneve. Është një ndërhyrje momentale për të shmangur emergjencën. Ne jemi duke punuar me projektin dhe shumë shpejt do të aplikojmë përsëri në strukturat përkatëse, qoftë e Ministria e Bujqësisë apo tek AKMC-ja. Pra këto janë pikat më nevralgjike që kemi pasur në lidhje me emergjencat e fundit. Faleminderit për sqarimin. Atëherë kalojmë miratim nëse s'ka pyetje tjera. Miratohet 23 vota pro. Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Faleminderit, atëherë miratohet. Do kalojmë në një nga pikat shtesë që do trajtojmë sot mbi sistemimin e Evangelo Qose si rast emergjente rezidente për plan qendrës për persona me aftësi të kufizuar lira, që i përket drejtorisë së shërbimit social. Besoj në Komisionin e Ekonomisë ne keni diskutuar. Kjo realisht, zonja kryetare, çik më ndryshe, për faktin sepse Zoti Evangelo Qose nuk është banori i Bashkisë Beeratit dhe ndjenja e humanizmit, e solidaritetit, e bashkëveprimit, e zgjidhjes problemit është shumë herë më gjerë. Kjo është një familje nga Bashkia e Divjakës, po për sensibilitetin që është trajtuar nga drejtoria dhe për përkushtimin që kjo çështje mundësisht të zgjidhet nga bashkia, është paraqitur materiali. Besoj se materiali është i qartë, pa përmendur ato problematikat që ka familja, komisioni me sugjerimin që të mos ndodhin më precedent, sepse duke qenë që është një jashtë Bashkisë Beeratit dhe besoj se Qendra Lira ne kemi kaluar buxhetin dhe financohet totalisht me fondet e Bashkisë Beeratit për të mos patur, po në kushtet kur besoj se jemi të ndjeshëm, bile unë një moment nuk dua ta përmend, po në komision e përmenda, duke qenë që janë 3 fëmijë dhe 2 fëmijë janë normal nga pikpamja shëndetësore dhe shikojnë veprimet që kryen fëmija tjetër, fëmira të dhunshme, për shembull duke rënë murit me kokë apo veprime të tjera, janë gjëra kështu që megjithatë komisioni shpreh dakordsinë për të kaluar në trajtimin e kësaj çështje duke u trajtuar fëmija në Qendrën Lira. Faleminderit. Nuk e di nga pjesa tjetër, ka ndonjë pyetje në lidhje me këtë çështje? Kalojmë atëherë në votim. Pro? 24 vota pro. Kundër s'ka. Abstenim s'ka. Atëherë kalohet një nga pikat shtesë, kalojmë pastaj në pikën 12, mbi grantin e bazuar në performancë për financimin e projektit mobilimi parku tek biblioteka e qytetit. Në Komisioni Ekonomik, zoti Suku. Po, ne filluam, ne do ta mbyllim. Besoj se unë në fjalën Po, do t'ja kaloj fjalën pastaj Albionit, po. Okej, të rriqem. S'ka gjë. Flasi dikush tjetër. Kjo vlen për të dyja komisionet, vazhdoni ju, pastaj ja kaloj Komisionit të Infrastrukturës. Mos ka më rëndësi fjalën tyre se sa jona. Zoti Sulaj. Duke parë grantin e këtij projekti, domethënë për mbulimin e parkut e biblioteka e qytetit, për rëndësinë që ka ai objekt, menduam dhe duam që ta kalojmë për miratim. Ne jemi pro. Komisioni e miratoi. Faleminderit. Nga Komisioni i Ekonomisë, në një shtesë. Unë e përmenda edhe më parë në fjalën time kur ishte për materialin para rendës,
Tham fondi trashëguar në kuadrin e grantit të bazuar të performancën për shumën 2.606.629 nuk është përfshirë në materialin e parë. Për të vetmin arsye, me të vetmin kërkesë që kjo vendimarrje duhet të jetë me një vendim të veçantë. Për dy arsye, sepse është me bashkëfinancim edhe të fondeve të bashkisë. Pra, fond burimi i brendshëm që konsiderohet në material është 2.696.629.21 lekë, që është akorduar në fund të dhjetorit, pra, kur ne e kaluam buxhetin, dhe fondi tjetër, që është burimi i jashtëm, në shuma 3.339.279 lekë, dhe akordohet po me vendim të Këshillit Bashkiak, së bashku me kërkesën e ministrisë që duhet të jetë një vendim i veçantë. Totalisht ky projekt ka shumën 6.029.908 lekë. Siç përmenda dhe më sipër, siç theksova, ky është grant dhe është rezultati i bashkëpunimit ndërmjet qeverisë shqiptare me dy donator ndërkombëtar. Pra me Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, dhe Agjencinë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SIDA. Bashka lidhur relacionit është, jam paraqitur dhe gjithë dokumentacionet, gjithë treguesit e tjerë teknik, në lidhje me përdorimin e këtij fondi. Sugjerimi nga komisioni ishte që me qenë se kemi të bëjmë me mobilimin e parkut pranë bibliotekës qytetit, besoj se shumica e njerëzve edhe frekuentojnë se qytetarëve të Beratit bibliotekën. Është një çështje e cila nuk ka të bëjë me këtë, ka të bëjë thjesht pra me çështjen brenda institucionit të bibliotekës, çështja jo me donatorët dhe me këtë. Çështja e fondit besoj se komisioni ishte dakord të kaloj, po sugjerimi ishte që të shikohet mundësia nga ana e bashkisë në lidhje me mobilimin me të paktën pjesën e ambienteve të brendshme, kryesisht me linjën e kondicionerëve, për arsye sepse prej vitesh ai institucion e ka bërë këtë. Bilej është premtuar dikur që do të bësh një zgjidhje edhe nëpërmjet donatorëve, kryesisht me këto organizatat që vepronin Bashkinë e Beratit. Po deri më sot besoj. Pra, le të qëndroj në perspektivë krahas mobilimit të këtij parku, që do të jetë patjetër një objekt i cili do të rrisi vlerat e qytetit, të zgjidhesh dhe kjo krahas saj. Po për momentin ne ngelëm kuadrin e propozimit të mirat. Faleminderit zoti Suku dhe për sugjerimin. Ju garantoj që do jetë në vëmendje, në vazhdim edhe pjesa e bibliotekës. Ndërkohë për këtë pjesë ne kemi gjykuar që ajo pjesa aty ka nevojë për ndërhyrje, duke parë dhe është një zonë afër institucionit kulturor që ju përmendët të bibliotekës, dhe investimi parashikon drejtësim publik, rikualifikim të pllakave të gurit, shtrime, vendosje stolash, kosha urban, kështu që besoj ajo zona aty do të rimarrë jetë. Zoti Dura? Përshëndetje. Kam vetëm një pyetje në lidhje me dërgimin e informacionit ose vendimit në ditën e mbledhjes së Këshillit. Është bërë rrugë që në çdo mbledhje një ditë para ose në ditë fundit na vinë materiale për të kaluar për votim. Nuk e di çfarë urgjencë ka materiali për investimin të biblioteka që ka ardhur sot në orën 9:12 emaili dhe ky informacion. Nuk jam kundra investimit, e kuptoj që është e duhur atje, por nuk mund të ecim çdo muaj që kemi mbledhje, një ditë ose në ditën e mbledhjes na vin materiale për votim. Keni të drejtë në shqetësimin tuaj, thjesht Ministria e Financave ka përcaktuar afatin 3 mars 2026 për dërgimin e vendimit të Këshillit. Prandaj ishte kjo urgjencë për ta shqyrtuar këtë material në mbledhjen e sotme, në mënyrë që ne të mos humbasim asnjë lek nga fondi i miratuar. Kjo ishte çështja. Gjithashtu edhe ne në kryesi parimisht e diskutuam, ishte një gjë që e prisnim, që nëse materialet do vinin brenda javës, atëherë do ta merrim në shqyrtim. Zoti Suku, po. Pavarësisht se kërkesa që paraqiti më shqyqua, më kupton, ne jo vetëm që kemi trajtuar në kryesi, por
edhe në pikën 10 të rendit ditës materialin, ne jemi përmendur, po t'i referojmë, t'i apnim faqen, lexoni materialin, faqja 3-14, paragrafi parë është trajtuar çështja e fondit të trashëguar. Pra në mënyrë specifike edhe në mbledhjen e kryesisë të një jave më parë, është lënë duke ju detyruar bashkinë, nëse ju do ta sillni sa më shpejt brenda afatit kërkuar nga ministria, kryesia ja dha dritën jeshile, a ditë, po pamundësia për të mos qenë anëtarët e tjerë, se tashti qëllimi i mbledhjes kryesisë ka dhe këtë efektin e ardhjes tyre për të miratuar. S'është faj ynë se një pjesë e anëtarëve të kryesisë nuk vinë as në mbledhjet kryesisë, as në mbledhjet komisioneve dhe përjedhoj çështjet do dalin të panjohura në Këshill. Pra, zgjidhja ligjore në bazë të rregullores kryesia ja ka dhënë. E ka hapur dritën jeshile dhe i ka thënë. Në lidhje me materialin, pse vjen sot apo dje është tjetër çështje. Po si rendite është futur. Po si pikë. Pra, si pikë e rendit ditës. Në momentin që nuk ishte paraqitur e la me jo. Momenti që erdhi ishte miratuar nga kryesia të futej si rendite. Jo për të justifikuar, po aq më tepër bile ne kemi diskutuar çik më thellë. Nëse nuk do bëheshin sot, ne si shumicë, në bazë të rregullores edhe të ligjit 139/2015, do merrin iniciativën për të respektuar afatin kohor. Mund ta bënim dhe nesër mbledhjen, mund ta bënim dhe pas nesër, për të kapur afatin e datës 3. Ne themi shqyr që kërkohen, pra bashkia, po gjen donacione për të zhvilluar qytetin. Kaq kishim. Për mos të shtyrë seancën e Këshillit që mund ta lini dhe ditën e hënë, ne menduam të arsyeshme kështu. Atëherë, kalojmë në miratim. Pro, 24 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Të miratohet dhe pika e dytë e renditës që ishte pikë shtesë. Kalojmë në pikën e 13 të ndryshme, nëse dikush ta marrë me radhë se zoti Dura, po. Në rrugën nga rotondua të spitali, deri në qendër të Uznovës, dhe ka qendra Uznovës, deri tek rotondua tek Agot, kur ikën për Vodicë. Besoj, kur është bërë sistemi kanalizimeve, ajo rrugë ka ngelur me probleme. Kemi një kontratë me subjektin tenderues të kanalizimeve dhe detyrimet që ai ka për rehabilitimin e rrugës pasi kryen investimin, e para. E dyta. Ja ta sqaroj këtë. Subjekti është rikthyer përsëri punimeve për shkak të problemeve. Nëse keni vënë ka filluar, po janë në pritje tani të çështje teknike, ngjeshja e gjës që të rivazhdojnë me asfaltin. Tek ajo pjesa, pra nga rotonda e spitalit deri në Uznovë. Dhe do rikthehet në e njëjta gjë do zbatohet dhe atje. Jemi duke nxituar, po është një çështje teknike, pra është ajo ngjeshja e atij materiali që duhet marri. Kam qenë dhe këto shirat e gjërat. Po e kemi në fokus dhe po e ndjekim me shumë prioritetet. Pika e dytë është ura e Bilqës. Në lidhje me problematikën që shkaktoi rreshjet ose lumi tek kemzat e urës, a kemi një kontratë me subjektin i cili ka kryer investimin te ura e Bilqës? Mund të na vini në dispozicion kontrata? Edhe për rrugën e Uznovës, edhe për urën e Bilqës, na duhet një kopje kontratës. Patjetër, ja u përcjellim. Sonja Zizolli. Realisht unë duhet paraqis 2 shqetësime, të cilët më vijnë nga banorët e lagjes, shqetësimi i parë nga banorët e lagjes dëshmorët e kombit, dhe ka të bëjë me kryqëzimin e rrugës pranë SHG-s, rrugë që e cila të çon pranë 2 shkollave, një kopshti, një çerdhe dhe një qendër shëndetësore. Është evidentuar që në atë rrugë makinat kalojnë me një shpejtësi shumë të lartë, edhe pse sinjalistika si vijat e bardha dhe tabelat udhëzuese janë, por prapë banorët e lagjes ka nevojë për policë të shtrirë. Po, policë të shtrirë, duhet parë me emergjencë pasi shpesh aty ka ndodhur dhe aksidente, madje jo më para se 10 ditë është ndodhur dhe një aksident, është ndodhur dhe faktikisht në një
situatë shumë të keqe, një aksident me një fëmijë, kështu që duhet parë me prioritet. Do vijoj me policë shtrirë dhe. Po pra, madje më shpejt të bëhesh, më mirë akoma duhet ishte. Shqetësimi i dytë ka të bëjë me një rëshqitje dheu në lagjen Muzakaj, në rrugën Doktor Sula. Nga rëshqitja e dheu që ka ndodhur në atë zonë janë 2 familje, 2 deri në 3 familje të cilat janë prekur. Kështu që duhet të ngrihet një ekip nga drejtoritë përkatëse për të analizuar gjendjen. Janë paraqitur pranë zyrave tona të bëjnë kërkesën familjet? Në dielën time janë paraqitur. Por ende punë është masa e dheut të shequr edhe nga familjarët, por edhe në bashkëpunim edhe nga punëtorët e bashkisë, kishin kociduar atë ditë duke hequr masën e dheut, por prapë duhet bërë një analizë për mos të pasur raste në vazhdimsi, sepse rëshqitja e dheut kemi pasur në vazhdimsi raste të tilla dhe janë trajtuar dhe nga grupet e punës dhe kemi ndërhyrë. Gjithsesi do ta duhet parë dhe me prioritet kjo çështje. Faleminderit. Edhe një kërkesë tjetër, për shëtitoren në Goric, nga ura e vjetër kur shkon për Velabisht. Një kontratë, një kopje të kontratës me firmën të nderuese të lutem. Faleminderit, zoti Mimani, po. Zoti kryetar, unë nisa pak më parë. Para disa ditësh që keni pasur një kontakt me grupet fermerësh ose grupe qytetarësh nga 3 fshatrat, që përmbledhen 2 zonat, edhe zonën e Velabishtit dhe zonën e Sinjit. Dhe shqetësimi është i njëjtë. A ka ndonjë shans për të bërë diçka për rrugën e tyre? Prandaj të ndalova çikte projekti që tash, pse nuk është parashikuar diçka këtu, po më thatë që kemi projekte tjera. Me të drejtën e tyre ata janë paraqitur pranë zyrave. Ndashtë në disa zyra janë pritur jo në mënyrë të këndshme, po gjithashtu është punë etikës, të cilës takoj, po pakën gjena kontaktit me ju kam marrë diçka dhe unë dua të ngresë shqetësim. Jo, unë ja kam thënë dhe atyre banorëve atje. Ne po e shohim me shumë prioritet dhe ajo një pjesë e asaj rruge do jetë në planin e ardhshëm të asfaltimeve. Sepse të gjithë nuk e mbulojmë dot, po do shohim dhe mundësitë me. Dhe ne jemi njerëz që kuptojmë dhe mendojmë në të gjitha drejtimet, sepse është një investim për 17 kilometrash dhe një investim që sa do të mendosh, ja u thash 17 është e pamundur me disponibilitetin që kemi. Por aman, edhe për të hequr pjesën më kryesore, që është më pjesa më problematike, që jo pjesa e varur që mban më pak, por pjesa e sheshtë, si do ishte më prioritet, edhe do ishte më e zgjidhshme ose zgjidh sa do pak problemin e sezonit. Janë 3 zona, 3 fshatra që fundit nuk kam se usoj për tepër se ju keni marrë drejt për të shqetësimet e tyre dhe para se të vini ju kam pas kontakte me drejtoritë përkatëse me kryetar, ndoshta jo me atë etikën e dur, ndoshta ata ishin përgjegjës ose ishin dot shumë. Jo, për këtë pjesë tani se është abuzuar shumë me këtë pjesë. Unë nuk dua të hyj asaj punë. Unë jam pjesëtesi i këshillit, është pjesë personale zgjidhen ata me ndryshë të tyre. Unë dua ta ngres jam tash. Edhe për këtë pjesën e etikës doli nëpër media që ndërkohë që unë isha fare në qytet atë ditë. Jo me ju se kështu. Po nëse, kështu që mos e merrit mirë që çat dëgjoni dhe nga unë i kam pritur personalisht dhe kam folur me ata. Ajo që kërkojnë ata 17 kilometra nuk e premtojmë dot që do ta bëjmë gjithën. Por fokusi është maksimal, ne do ta bëjmë një pjesë të asaj rruge. Dhe jemi. Kjo është pjesë. Tani ke edhe një sugjerim, kështu ndoshta ke si pjesë. Ka ca zyra e administratës komunës Velabishtit që nuk e di vetëm zyra s'mund të quhet. Nuk e di, a ke mundësi ti shikosh pak në aspektin si zyra. Sinqerisht, ne të vetë pjesë ka nevojë për ndryrje. Nuk e di. Nuk është pjesa juaj më shumë, po unë pjesa e nuk ndihem mirë kur një zyrë administrate nuk ndjen atë nivelin atë që duhet. Do ta trajtojmë si emergjencë. Ta thash, për emergjenca është pjesë e njerëzve dhe unë jam pjesë atyre që shqetësohen. Kjo është pjesë administrative që takon ju më shumë se. Faleminderit zoti Mimani, ja kaloj fjalën zoti Merdani. Përshëndetje. Kryetar nga disa banor të fshatit Morav, njësi administrative Otlak, na kanë ardhur një shqetësim në lidhje me varezat. Problematika atje qëndron sipas banorëve që vendet sa po vinë dhe po ezaurohen. Ja, kuptoj. Kemi një do shohim në vazhdim të fillojmë në një procedurë shpronësimi që ka vërdall për ta zgjeruar. Po. Dhe do ta ndjekim. Në fundit biseduam pak edhe me kryetarin e grupit të PS-s, zotin Krenar, përsa i përket disa çezmave që u kanë ndërprer ujë në fshatin Lapardha, po njësi administrative Otlak. Dhe në përfundim ram dakord
parimisht që do ngrihet një komision, nuk e di për të verifikuar si. Që si shtoni ju, por ram dakord që ju së bashku, duke futur edhe unë pjesën e interesuar, ti, unë, Muharremi, te kryetari, se unë kryetarit ja kam bërë si problem, me iden që do vinin bashkarisht, të thrisin me drejtorin e ndërmarrjes, Ujësjelësit, për ta bërë prezent dhe nëse do kishte mundësi të zgjidhjes ligjore, të bënim në zgjidhjen ligjore. Ju kemi pritur të paktën të vini ju, unë dhe kryetari kemi qenë të gatshëm, nuk keni ardhur, megjithatë çështja është e hapur, mund ta bëjmë edhe sot, mund ta bëjmë, po duhet të ishte edhe drejtor. Pra çështja ishte drejt zgjidhjes. Bile, ne kemi pas interes shumë herë më tepër se kaq. Shumë herë më tepër se kaq. Sepse ju propozuat që a mundet këtë fonde nga bashkia për të përballuar të paktën pagesën për çështja është nuk vendos, prandaj tham që duhet të ishim bashkarisht, që e vendos do të Këshilli Bashkiak për një ndërmarrje e cila është në varësi nacionale dhe s'ka varësi fare me Bashkinë e Beratit për këtë. Zgjidhja mund të ishte kjo, po fondet, një pjesë e shpenzimeve të tyre të merrnin në një vendimarrje. Po ta shikojmë deri në çka kufiri është. Se na rezultojnë të tjera çështja, besoj se nënkryetaria është në sallë e di që ka edhe çesma të tilla, po kalojnë limite të çuditshme vlerash. Gjë për cilat zgjidhja mund të ishte edhe ndryshe, mund të jetë edhe me një çesëm publike, me një saraqinesk të kontrolluar. Jo me rrjedhje të lirë, se me rrjedhje të lirë pasaj uji do shkojë tërë në përruan e Lapardas, nuk do vejnë për familje. Pra, një çezëm që është bërë me kontratë, domethënë që e ka bërë xhamia atje me institucione. Po pra ka marrë vetë përsipër xhamia. Pra, mënyra, shikoj, kush i ndërtoi, do të shikoj për të mos ta bërë pjesë e debatit, se duket sikur ne presim mbledhjen e Këshillit për të ngritur shqetësimet tona mujore. Jo. Çështja është që ne të paktën, unë personalisht nuk flas për këshilltarët e tjerë. Çfarë problemesh më vijnë, nuk pres ditën e mbledhjes. I trajtoj dhe dyert e besoj se të bashkisë janë të hapura për çdo moment. Mirë është mos i lëm se duket sikur bëjmë propagandë më tepër se sa zgjidhim probleme në mbledhjet të Këshillit. Mirë është që t'i zgjidhim. Është e hapur situata për atë çështjen tuaj. Nëse do edhe dikush tjetër për shkakun, mundoj dhe shqyqua të vi pjesë e debatit, le të vi. Si? Okej, nuk thash, mua më vjen mirë që krau djathtë bën vetëm pikën 13 të rendit ditës, se pikët e tjera besoj se ishit. Mirë. Faleminderit për gjitha sugjerimet tuaja, bashkia do t'i ketë në konsiderat. Qofse nuk kemi gjë tjetër për diskutuar, e mbyllim këtu seancën e sotme, ju uroj një ditë mbar. Po më falni një minutë, do fjalën një nga të ftuarit e sot. Po dëgjohesh. Ose mund të akomodojni aty afër se ka mikrofon. Përshëndetje. Unë quhem Eglantina Lula dhe jam përfaqësuese e një organizate fokusis të cilës është rinia, por për zhvillimin e komunitetit. Mund të akomodojmë? Ndihem shumë komod që jam këtu sot, sepse jam vajzë në këtë zonë. Berat, Poliçan, Bargullas, e njoh shumë mirë pjesën në rrethin e Beratit. Dhe në nivel organizate ne jemi shumë të kënaqur që prej gati 4 vitesh kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Bashkinë e Beratit, që nga 2023 kemi një projekt që e ofrojmë pranë librarisë së qytetit, bibliotekës së qytetit, nëpërmjet hubit digital që ofron shërbime digjitale falas për të gjithë anëtarët e komunitetit nga 6 vjeç deri në sa mund të deri në 100+. Dhe jemi përsëri edhe këtë vit do të kemi mundësinë për të ofruar këtë shërbim dhe sot kemi ardhur për një nismë tjetër, të cilin në kuadër të një projekti i cili mbështetet nga Instituti Suedez. Faktikisht kishte dëshirë të vinte dhe ambasadori i ambasadës suedeze, po për shkak të një problematike që i doli ditën e djeshme, anulloi, por që në një takim tjetër që ne do bëjmë, do jetë prezent. Sepse është shumë i pëlqen që të jetë pjesë e atyre aktiviteteve ku mund të shohë se si funksionojnë dhe se si përdoren taksat e qytetarëve suedez.
Projektin të cilin ne po zbatojmë quhet Youth Empower Albania. Të rinjt në, le të themi, më shqip, mund të themi të rinjt në leadership, ose në udhëheqje, se edhe leadershipi nuk është shqip. Dhe do zbatohet në Tiranë, Shkodër dhe Berat. Meqense Berati është një nga qytetet kryesore ku projekti do të zbatohet, kemi menduar që pjesë e këtyre aktiviteteve të jetë dhënia e informacionit edhe në nivel Këshillit Bashkiak. Projekti ka filluar që në muajin korrik të vitit të kaluar dhe do të jetë deri në korrik të 2027-s dhe synon ngritjen e kapaciteteve të një grupi të rinj nga Berati, Shkodra dhe Tirana në lidhje me pjesën e advokimit për të drejtat e të rinjve, pjesëmarrja e tyre në nivele vendimarrëse, në nivel lokal dhe qendror, si dhe disa trajnime për leadershipin, ku do kemi dhe trajner të ndërkombëtar, të cilët do vinë të ofrojnë trajnimin në muajt në vazhdim. Në kuadër të këtij projekti ne kemi bërë një mini studim me të rinjt e Beratit, Shkodrës dhe Tiranës dhe në pjesë e këtij studimi kanë qenë sugjerimet, opinionet e të rinjve, me të cilat ne kemi përgatitur një draft, le të themi, draft raporti. Ne mund t'ja u dërgojmë edhe në versionin elektronik, që mos t'ju marrim kohën sot. Faktikisht kemi sjellë disa gjëra të printuara, por nuk e besoj që është koha e përshtatshme. Gjithsesi do ja dërgojmë me versionin elektronik. Dhe do të donim që nëpërmjet përshqimit të zërit të rinjve, të kur janë mundësinë të rinjve edhe në Berat, që të kenë një dritare më tepër ku të ngrenë zërin për pjesën e se sa ndihen ata të përfshin në vendimarrje dhe cilat mund të jenë disa nga mundësitë që ata mund të ndihen më të përfshirë realisht. Kolegja ime Erisi ka qenë një nga ekspertet që është marrë me pjesën e studimit. Është një studim shumë i vogël, është thash në kuadër të projektit. Okej, shumë shkurt.
Mbajmë pak qetësi, ju lutem. Shikoni, na interesojnë këshilltarët, kështu që. Ja ta dëgjojmë çik zonjën mbaroja. Zoti Suku, ta lejmë të mbaroj që mos të vonojmë.